Përshëndetje, po ndiqni faqja 4, unë jam Jeta Kasemi. Unë jam Sali Doçi, do të jemi së bashku për gjatë minutave në vijim për të parë zhvillimet kryesore në arenën ndërkombëtare, por në nisje të kësaj hapësire informative do të ndalemi fillimisht tek ngjarjet kryesore në vend. Vjoj me zhvillimet në rang ndërkombëtar, një këshilltar i Vladimir Putin thotë se Rusia nuk do të pranojë një armëpushim afat shkurtër me Ukrainën, siç kanë propozuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kërkon zgjidhje të konfliktit që do të çonte në paqe afatgjatë, ndërsa në Moskë sot ka shkuar i dërguari i Shteteve të Bashkuara për luftën në Ukrainë. Rusia nuk dëshiron një armëpushim të përkohshëm në Ukrainë dhe po insiston për një zgjidhje të konfliktit që do të cilëte paqe afatgjatë. Kjo është deklarata më e fundit që vjen nga Moska nga Yuri Ushakov, ndihmësi i presidentit Vladimir Putin. Këshilltari për politikë të jashtme i Vladimir Putinit tha për televizionin shtetëror rus se armëpushimi 30 ditor i propozuar pas bisedimeve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Ukrainës këtë javë nuk ishte asgjë tjetër veçse një frymëmarrje e përkohshme për trupat ukrainës. Askush nuk ka nevojë për hapa që imitojnë veprimet paqësore në këtë situatë, tha Ushakov, duke shtuar se Moska shpreson që Shtetet e Bashkuara ta dinë pozicionin rus, ndërsa shtoi se ai dëshiron të besojë se ata do të marrin parasysh këtë pozicion ndërsa punohet për të ecur përpara. Refuzimi i Rusisë mbi propozimin e Shteteve të Bashkuara për një armëpushim 30 ditor përputhet me qëndrimin e drejtënishëm të Vladimir Putin, i cili këtë të njëjtë do të bisedojë me delegacionin e lartë amerikan që ka mbërritur në Moskë. Ky delegacion kryesohet nga Steve Witkoff, i dërguari special i presidentit amerikan Donald Trump për lindjen e mesme. Kur u pyet nga gazetarët se çfarë do të ndodhte nëse Rusia refuzonte planin 30 ditor të armëpushimit, presidenti amerikan Donald Trump u përgjigj mbrëmjen e mërkurës duke thënë se ai do të godiste ashpër ekonominë ruse me sanksione shkatruese. Fjala e fundit këtë të njëjtë me sa duket do t'i mbetet Vladimir Putin, i cili do të jetë në një tryezë me negociatorët amerikanë për herë të parë që prej nisjes së luftës në Europën lindore 3 vite më parë. Putin ka kërkuar që Ukraina të njohë aneksimin që Rusia ju ka bërë 4 rajoneve të saj dhe gadishullit të Krimes, të tërheqë trupat e saj nga ato zona dhe të zotohet se nuk do t'i bashkohet NATO-s si parakusht për fundin e kësaj lufte. Rusia po kërkon gjithashtu kufizime ndaj ushtrisë Ukrainës, mbrojtje për qytetarët që flasin gjuhë të parë rusishte në këtë vend dhe zgjidhje të reja për të zëvendësuar presidentin Volodymyr Zelensky. Zhvillimet më të fundit në bisedimet e paqes vinë në një kohë kur ushtria ruse po vjen avancimin e saj ushtarak në terren. Moska raportoi këtë të njëjtën se ata kanë rimarrë rreth 80% të territorit të pushtuar të Kurskut nga Ukraina, një territor ky që Kievi kishte thënë se do ta përdorte për të qenë në kushte më të favorshme në bisedimet e paqes. Sipas një sondazhi në Shtetet e Bashkuara, Donald Trump e ka bërë ekonominë amerikane më të paqëndrueshme. Rezultatet e sondazhit tregojnë se politika e tarifave që po ndjek presidenti amerikan po lëkun tregjet financiare, ndërsa qytetarët ankohen se presidenti nuk po merret me çështjen e inflacionit. Sipas një sondazhi të fundit të realizuar nga agjencia e lajmeve Reuters dhe kompania Ipsos, shumica e qytetarëve amerikanë mendojnë se presidenti i vendit të tyre, Donald Trump, po vepron në mënyrë të paqëndrueshme sa i përket ekonomisë. 57% të anketuarve, ku në mesin e personave që u pyetën, 1 në 3 që në republikan thonë se politikat e Trump mbi tarifat ndaj vendeve fqinje, por jo vetëm, po shkaktojnë lëkundje të mëdha në tregjet financiare. Trump ka vendosur tarifa mbi importet ndaj disa prej partnerëve më të mëdhenj tregtar të Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë këtu Kanadan dhe Meksikën, dhe duke shkaktuar një lloj lufte tregtare globale. Si rezultat, tregjet financiare janë tronditur dhe indeksi S&P 500 ka humbur më shumë se $3 trilion nga vlera e tij nga kulmi i muajit të kaluar. Administrata e Trump e ka justifikuar këtë qasje duke thënë se dhimbjet afatshkurtra ekonomike janë të nevojshme për të rikthyer prodhimin industrial në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, shumë amerikanë friksohen se këto politika do të çojnë në rritje të çmimeve të produkteve të përditshme, përfshirë ushqimet dhe mallrat bazë. Sipas sondazhit të Reuters dhe Ipsos, 60% të anketuarve, që në total janë 1422 persona, besojnë se inflacioni është problemi më i madh që Trump duhet të trajtojë. Vetëm 32% e të anketuarve miratojnë mënyrën se si ai po trajton rritjen e çmimeve në kostot e përditshme të jetesës, ndërsa shumica shqetësohen se tarifat e reja do të përkeqësojnë më tej këtë situatë ekonomike. Trump po kritikohet për sjelljet e tij të paparashikueshme sa i përket tregtisë globale. Shembulli i fundit ishte rritja e tarifave për metalet nga Kanadaja dhe Bashkimi Evropian, që u pasqyrua me një rënje të ndjeshme në tregjet financiare. Këto lëvizje të krejut të shtëpisë së bardhë kanë krijuar pasiguri në mesin e investitorëve dhe bizneseve. Gjatë mandatit të tij të parë, Trump shpesh e përdorte bursën si një tregues të suksesit ekonomik. Për shembull, në mars të vitit 2017 ai festoi rritjen e indeksit Dow Jones me 21.000 pikë, duke quajtur një fitore të madhe për ekonominë amerikane. Por tani me tregjet në rënje, ai po mundohet të minimizojë rëndësinë e tyre, duke thënë se tregjet do të rriten dhe do të bien.
Ne duhet të rindërtojmë vendin tonë. Një zëdhënëse është shtëpisë së bardhë u bëri thirrje amerikanëve për durim, duke theksuar se politikat e Trump do të sjellin përfitime afatgjata për Wall Street dhe ekonominë e përditshme amerikane. Pavarësisht se Trump vazhdon të mbrojë qasjen e tij ekonomike, shumica e amerikanëve mbeten skeptik për ndikimin e tarifave dhe politikave të tij tregtare. Me rritjen e inflacionit dhe pasigurinë në tregje, sfida e tij më e madhe do të jetë bindja e votuesve se strategjia e tij ekonomike është e duhura për të ardhmen e vendit. Donald Trump ka kërcënuar me vendosjen e një tarife të madhe për Europën, 200% për alkoolin që merr nga kontinenti vjetër. Presidenti amerikan thonë se do të hakmerret ndaj Bashkimit Evropian për vendosjen e tarifave për çelikun dhe aluminin. Kjo tarif pritet të përshkallëzojë edhe më tej luftën tregtare. Presidenti Donald Trump të njëjtën kërcënoi se do të vendosë një tarifë të madhe prej 200% për alkoolin nga Europa si përgjigje ndaj hakmarrjes së Bashkimit Evropian për tarifat mbi çelikun dhe aluminin, duke shkaktuar një përshkallëzim të mundshëm të luftës tregtare, e cila tani më duket se mund të dalë jashtë kontrollit. Në një postim në platformën Truth Social, Trump tha se administrata e tij do të vendosë një tarifë 200% për pijet alkolike nga Bashkimi Evropian nëse ky institucion nuk heq menjëherë tarifën 50% që qeveria europiane vendosi më 7 mars për whiskin amerikan. Nëse kjo tarif nuk hiqet menjëherë, SBA-ja do të vendosë një tarif 200% për të gjitha verërat, shampanjat dhe produktet alkolike që vijnë nga Franca dhe shtetet e tjera të Bashkimit Evropian, deklaroi Trump. Përgjigjja e Amerikës ndaj kundërmasave të Europës në një periudhë 36 orëshe tregon se si luftërat tregtare mund të shpërthejnë dhe të dalin jashtë kontrollit. Pas vendosjes së tarifave 25% për aluminin dhe çelikun nga ana e Shteteve të Bashkuara më 7 mars, Bashkimi Evropian reagoi menjëherë duke e quajtur këtë veprim një veprim tregtar të padrejtë. Kundërmasat e Bashkimit Evropian përfshin tarifa për madhrat amerikan në vlerat prej 26 miliard euro, duke përfshirë këtu anijet, motor të ndryshëm, si edhe pajisje të tjera. Këto masa pritet të hyjnë në fuqi në prill dhe janë quajtur nga Bashkimi Evropian si të shpejta dhe proporcionale. Industria e alkoolit në Shtetet e Bashkuara ka shprehur shqetësim për ndikimin që mund të ketë një masë të tillë. Dhe nëse konflikti tregtar vazhdon të përshkallëzohet, pasi prodhuesit amerikanë të alkoolit mund të përballen me masa të tjera hakmarrëse nga Bashkimi Evropian. Në të tjera momente të cilat vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një palë çorape janë bërë edhe kryefjala e mediave ndërkombëtare. Janë çorapet e zëvendës presidentit amerikan J.D. Vance gjatë takimit zyrtar të këtij fundit Donald Trump dhe kryeministrit të Irlandës. Një palë çorape të bardha me një lule tërfilli jeshile me 3 gjethe, e cila është edhe simboli i ditës së Shën Patrikut, një festë simbolike e irlandezëve dhe shumë e njohur fetare. Duket se në fakt ka qenë dhe mënyra se si J.D. Vance i uron mirëseardhjen kryeministrit irlandez. Por kryeministri irlandez nuk reagoi Donald Trump. Cili duket se është i fiksuar pas. Syti ka shkuar mua aty. Dhe teksa po fliste për inflacionin, kur pyet në gazetarët menjëherë pa çorapet dhe tha, o zot, tha nuk mund të flas dot, është diçka e cila të heq vëmendjen time dhe menjëherë referua këtyre çorapeve, sigurisht edhe J.D. Vance buzëqeshi. Ai u buzua jashtëzakonisht shumë. Mori vëmendjen që mori nga Donald Trump. Pëlqimin e jashtëzakonshëm të shefit të tij, duhet ta themi, dhe i tha pikërisht Donald Trump, e dia, i tha, se do t'i vijë çorapet e mia. E njeh mirë shefin e tij J.D. Vance. Në fakt duket se e njeh dhe gjithashtu duket se e mbështet edhe në daljet publike, duke pasur parasysh edhe faktin që J.D. Vance është bërë një ndër politikanët më të komentuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas vetë Donald Trump për shkak të qasjes së tij në takime të ndryshme, të deklaratave të bëra në intervista të ndryshme, por gjithashtu edhe për shkak të paraqitjes së tij së fundmi. Edhe duket se e ka marrë me sportivitet edhe të gjitha memet që i adresohen atij edhe shkojnë në adresë të tij. Ndërkohë, në të tjera momente virale online duket se kanadezët përveç hakmarrjes nëpërmjet tarifave dhe formave të tjera që i tregojnë indinjadën e tyre ndaj presidentit amerikan Donald Trump dhe deklaratave, por edhe vendimeve të tilla që lidhen ngushtë me Kanadan, kanë zgjedhur një formë tjetër mjaft kreative për të thënë se ne do të mbijetojmë. Është kënga shumë e njohur I Will Survive, e cila duket se mban pikërisht ritmin edhe muzikën, por teksti ka ndryshuar pikërisht për të treguar dhe indinjatën e kanadezëve dhe se si ata do të prevalojnë pavarësisht kërcënimeve të Donald Trump. Ndjekim këngën. Your tariff made us strong, and so you know you're not so great. There's not a snowball's chance in hell we'll be your 51st state. We should have told you this before. You don't believe this, but it's true. Mirë ka qenë kjo edhe kënga e cila është bërë virale në rrjetet sociale, duke pasuruar kështu edhe marrëdhëniet e tensionuara tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadas, dhe gjithashtu kërcënimeve të Donald Trump për aneksimin dhe bërjen Kanadan pjesë të
Shteti 51 si shtetin e 51. Ne do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër për të rikthyer pas pak në faqe 4. Rikthehemi në faqe 4 për të parë të tjera zhvillime ndërkombëtare. Disa zyrtarë të lartë të Parlamentit Evropian janë arrestuar nga prokuroria belge. Këtë të njëjtë ata dyshohet se kanë marrë korrupsion nga një kompani kineze teknologjike për të shpërndarë interesat e saj në Unionin 27 anëtarësh. Prokuroria Federale Belge ka arrestuar disa zyrtarë në kuadër të një hetimi për korrupsion në Parlamentin Evropian, mes akuzave se kompania kineze Huawei ka dhënë rishfet për të ndikuar në politikat tregtare të Bashkimit Evropian. Sipas një deklarate të prokurorisë, rreth 100 oficerë federal kanë kryer 21 kontrolle në Bruksel dhe Portugali. Të dyshuarit janë marrë në pyetje për përfshirjen e tyre të mundshme në korrupsion aktiv, falsifikim dokumentesh dhe pastrim parash. Gazetat belge dhe media të tjera investigative raportojnë se persona që punojnë për Huawei kanë dhënë rishfet ndaj eurodeputetëve aktual dhe ish anëtarëve të Parlamentit Evropian për të promovuar interesat e kompanisë në Europë. Prokuroria belge nuk përmendi drejt për drejt emrin e Huawei në deklaratën e saj, por sqaroi se korrupsioni dyshohet se është kryer në mënyrë të rregullt dhe të fshehtë që prej vitit 2021 deri më sot. Sipas autoriteteve, rishfeti ka qenë në forma të ndryshme, duke përfshirë pagesa për qëndrime politike të favorshme, dhurata luksoze, mbulimin e shpenzimeve të udhëtimit dhe bileta të shpeshta për ndeshje futbolli. Prokuroria po heton gjithashtu nëse këto pagesa janë kamufluar si shpenzime biznesi apo janë bërë përmes palëve të treta për të fshehur gjurmët e tyre. Gjatë kontrolleve policore janë sekuestruar dokumente dhe materiale të ndryshme që mund të shërbejnë si prova në hetim. Përfaqësuesit e Huawei në Bruksel nuk kanë pranuar të komentojnë mbi zhvillimet e fundit. Ky është skandali i dytë madhor i korrupsionit që godet Parlamentin Evropian brenda 3 viteve të fundit. Në dhjetor të 2022-shit, një hetim tjetër zbuloi se zyrtarët të Katarit kishin dhënë rishfet për të ndikuar në qëndrimet e eurodeputetëve mbi të drejtat e punëtorëve në prag të Kupës së Botës. Ky skandal tronditi besueshmërinë e institucionit, duke vënë në dyshim integritetin e vendimarrjes së tij. Sipas platformës investigative Follow the Money, një nga të dyshuarit kryesor në hetimin e fundit është Valerio Tati, një person me 9 shtetësi të dyfisht belge italiane. 41 vjeçari, i cili u bashkua Huawei në vitin 2019, dyshohet se ka lobuar brenda Parlamentit Evropian për kompaninë kineze. Para kësaj ishte punësuar si asistent për 2 eurodeputet italian që ishin pjesë e një grupi të Parlamentit Evropian të fokusuar në politikat ndaj Kinës. Parlamenti Evropian ka deklaruar se po ndjek nga afër zhvillimet dhe është i gatshëm që të bashkëpunojë plotësisht me autoritetet gjyqësore. Brukseli ka theksuar shpeshherë rrezikun që ekziston nga kompania kineze për shkak të kontrollit të saj nga Pekini dhe mundësisë së vjedhjes së të dhënave kritike të qytetarëve evropian. Në konferencën e përbashkët për shtyp mes kryeministrit Edi Rama dhe komisioneres zgjerimit të Bashkimit Evropian Marta Kos pati edhe disa momente mjaft këndshme. Në fakt, zonja Kos i bëri një dhurat kryeministrit Rama, një fanel me numrin 11 të skuadrës së ekipit të Europës. Tekse fliste në fakt edhe për hapat galopant të Shqipërisë në integrimin e saj drejt Bashkimit Evropian dhe në përfundimin e negociatave në 2027, ndër të tjera, zonja Kos bëri edhe një paralelizëm me golin më të shpejt në historinë europianit, atë të Nedim Bajramit, i cili ndodhi vitin e shkuar në 23 sekonda, ka qenë një simbolik politike e përdorur nga Marta Kos për treguar se Shqipëria është një vend i cili ka ecur me hapat shpejt dhe po vjen të bëjë hapat shpejt. Njësoj si dhe një futbollist i jashtëzakonshëm. Edhe udhëtimi drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, një simbolik tjetër e rëndësishme kjo, duke pasur parasysh se edhe në seancat e dëgjimit në komisionet ndryshme europiane, Marta Kos ka bërë qartë se në punën e saj si komisionere e zgjerimit, syt do të jenë kryesisht tek vendet e Ballkanit Perëndimor dhe sfidat që ato kanë kaluar për anëtarësimin në Unionin 27 anëtarësh. Por duhet thënë se Marta Kos përmendi edhe një tjetër sport përveç futbollit. Kjo është një fanel basketbolli, duke folur pikërisht mbi sportin e preferuar të kryeministrit Rama, cilin ai vetë ka ushtruar dhe ndjek patjetër. Ajo vetë ka thënë se në familjen e saj janë të apasionuar pas sportit futbollit kryesisht, jo detyrimisht basketbollit, por gjithashtu ka deklaruar, ka shprehur, ka bërë një ftesë kryeministrit Rama se në përfundimin e negociatave në 2027 dhe të integrimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të ngjisin së bashku edhe majën e lartë të Korabit, të cilën ajo shpreh se është më e larta madje edhe për në vendin e saj të lindjes në Sloveni. Janë detaje shumë të këndshme që na vijnë nga ky takim i ditës së sotme me kësaj tenteje. Presidenti serb në një intervistë në podcastin e Donald Trump Jr. ka bërë thirrje që lufta në Ukrainë të përfundojë sa më parë. Ai vlerësoi përpjekjet e bëra nga presidenti amerikan Donald Trump për paqe, ndërsa tha se gjysma e botës është përfshirë në këtë konflikt. Vučić tha se pavarësisht presioneve nga perëndimi, ai ka thënë gjithmonë atë që mendon.
President Vučić, thank you so much. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka marrë pjesë në podcastin e Donald Trump Jr., djali i madh i presidentit amerikan. Intervista ka ndodhur teksa Donald Trump Jr. vizitoi Beogradin. I pyetur si duket rruga drejt paqes në Europën Lindore, pasi Vučić e njeh edhe Vladimir Zelenskin dhe Vladimir Putin, presidenti serb tha se nëse Trump arrin paqen, do të shpëtojë botën. Paqja është e rëndësishme për të gjithë ne. Si Trump do të kontribuojë që t'jap fund luftës, nuk e di, por Zoti e bekof nëse e bën, sepse do të shpëtojë botën. Nuk ishte thjesht një luftë Rusi-Ukrainë, ishte një luftë ku përfshi gjysma e botës. A i foli edhe për situatën e trazuar të Europës dhe pozicionin e Serbisë në kontinent. Vendi ynë ishte ekonomia e dytë që u rrit më shpejt në Europë. Këtë vit besojmë se do të jemi ekonomia me rritjen më të madhe në Europë. Në fund i pyetur për presionin që ka pasur Serbia nga perëndimi për të distancuar nga Rusia, Vučić tha se u qëndron besnik bindjeve të tij. Nëse i qëndron ideve të tua, besimeve të tua, askush nuk mund të lëndojë. Këto janë parimet e mira. Unë gjithmonë them atë që mendoj dhe nuk më intereson çfarë thonë të tjerët. Aleksandar Vučić po paguan policë në pension për të protestuar më 15 mars në Beograd. Lëvizja serbe Dveri akuzon presidentin serb se po angazhon ish polici jetoj në veri të Kosovës për të dalë në protestën e paralajmëruar studentore. Lëvizja serbe paralajmëron se protestat pritet të jenë të dhunshme. Lëvizja serbe Dverti, partikë politike nacionaliste dhe populiste krau të djathtë në Serbi, ka thënë se presidenti Aleksandar Vučić po angazhon policë serb të dalë në pension që jetojnë në veri të Kosovës për protestat e paralajmëruara studentore më 15 mars në Serbi. Sipas kësaj partie, Vučić për 15 marsin do të angazhojë këtë kategori që të shkaktojnë trazira në Beograd, ndërsa një pjesë e tyre tashmë janë nisur drejt kryeqytetit serb. Konkretisht bëhet fjalë për policë të cilët kanë qenë të punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë nga komunat e veriut të Kosovës. Madje sipas akuzave televizjes serbe Dverti për këtë angazhim shtesë kërkuar nga presidenti Vučić, qeveria aktuale i shpërblen me 100 euro në ditë. Protesta e paralajmëruar më 15 mars në Beograd ka marrë vëmendje të madhe të presidentit serb Vučić. Ai madje ka parashikuar se protesta do të jenë të dhunshme. Do të vjojmë me një informacion të minutave të fundit. Në kuadër të ditës së verës, policia e shtetit ka shpalosur planin e masave për mbarvajtjen e aktiviteteve në disa qytete të vendit. Në terren do të jenë punonjës të policisë së rendit, të policisë rrugore, të patrullës së përgjithshme, do të mbështeten nga shërbimet të forcës kombëtare të sigurisë. Sot dhe nesër në Elbasan nuk do të lejohet parkimi i automjeteve dhe qarkullimi i tyre në disa segmente rrugore në qendër të qytetit, ndërsa në Tiranë, në kryeqytet, gjatë ditës së nesërme, 14 mars, dita e verës, deri në përfundim të aktiviteteve, nuk do të lejohet qarkullimi i automjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe në rrugët Papa Gjon Pali II dhe Ibrahim Rugova në kuadër edhe të aktiviteteve të festimeve të ditës së verës. Shërbimet e policisë rrugore dhe të policisë bashkiake do të jenë në terren për të monitoruar lëvizjen e automjeteve me qëllim shmangjen e krimit të trafikut dhe orientimin e drejtuesve të automjeteve në rrugë alternative. Policia e shtetit ka bërë apel për qytetarët që të zbatojnë masat kufizuese dhe të bashkëpunojnë me autoritetet për të ndihmuar në mbarvajtjen e këtyre aktiviteteve. Në rast të çdo nevoje për ndihmë, qytetarët mund të komunikojnë me punonjësit e policisë që do të jenë në shërbim në terren ose mund të telefonojnë gjithashtu edhe në numrin papagesë 112. E lëm për pak çaste tokën Sali dhe shkojmë në hapësirë në stacionin ndërkombëtar të hapësirës, ku vijojnë të mbeten edhe për disa orë astronautët amerikanë të ngecur në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Ata në fakt prej disa muajsh nuk do të kthehen ende në tokë. Misioni i NASA dhe i SpaceX, i cili pritej që të zhvillohej këtë ditë, është shtyrë për të premten për shkak të një defekti teknik. Një mision i përbashkët i NASA-s dhe SpaceX, i cili synon të krijojë kushte për kthimin në tokë të 2 astronautëve të mbetur në stacionin ndërkombëtar të hapësirës, është shtyrë për shkak të një problemi teknik. Lëshimi i raketës Falcon 9 nga Cape Canaveral, Florida, i planifikuar për mbrëmjen e së mërkurës, u anullua për shkak të një defekti në sistemin hidraulik të njërit prej krahëve mbajtës të raketës. Sipas SpaceX, data e re e lëshimit të anijes kozmike drejt hapësirës do të jetë ora 19 e së premtes. Misioni ka një rëndësi të madhe pasi pritet të hapë rrugën për kthimin në tokë të astronautëve Sunny Williams, 58 vjeçare,
dhe Butch Wilmore, 61 vjeç. Ata u nisën drejt stacionit ndërkombëtar të hapësirës më 5 qershor 2024 me kapsulën Starliner të Boeing për një mision që do zgjaste vetëm 8 ditë. Megjithatë, për shkak të problemeve teknike me anijen e tyre, kthimi u konsiderua i pasigurt duke i detyruar ata të qëndrojnë në hapësirë për më shumë se 9 muaj. Pavarësisht situatës, të dy astronautët janë shprehur se kanë qenë të përgatitur për të papriturat. Ky është vendi im i lumtur, tha Williams në një konferencë për shtyp nga stacioni ndërkombëtar i hapësirës në shtator, megjithëse pranoi se i mungonin familja dhe qentë e saj. Nëse lëshimi i së premtes zhvillohet sipas planit, dy astronautët mund të rikthehen në tokë brenda pak ditësh. Ekuipazhi amerikan, japonez dhe rus pritet të zëvendësojnë astronautët Wilmore dhe Williams, të cilët kanë mbetur në stacionin hapësinor që nga shtatori. Një influencuese amerikane është kryefjala e mediave australiane në këto ditë për shkak të një videoje të postuar në rrjetet sociale e cila tashmë është fshirë dhe është kritikuar masivisht. Influencuesja në fjalë, e cila quhet Sam Johnson, është e njohur pikërisht për zhvillimin e aktiviteteve të gjuetisë dhe të aktiviteteve ndryshme në natyrë. Ajo ka zgjedhur prej kohësh tashmë të jetojë në Australi, ku xhiron dhe poston video me natyrën e jashtëzakonshme australiane. Kjo video e fundit e bërë virale prej saj dhe e kritikuar tregon se si Sam Johnson shkon drejt një wombat, një kafshë e familjes marsupiale dhe rrëmben këlyshi nga nëna. Nëna më pas e friksuar ndjek influencuesen që mban edhe kafshën në duar dhe realizon këtë video. Ajo poston videon duke shprehur se këlyshi më pas u rikthyet tek nëna shëndoshe mirë, por kjo nuk ka mjaftuar për të kërkuar dëbimin, ndalimin, largimin të sa më parshëm të influencuesës amerikane nga Australia nëpërmjet një peticioni tashmë të firmosur nga 20.000 australian. Si shpreha pak më parë, video tashmë është fshirë, por ka marrë dhe vëmendjen e kryeministrit australian Anthony Albanese, i cili në një konferencë për shtyp ka folur se ka dëgjuar për këtë video. Po, ka treguar gjithashtu angazhimin e tij në fakt me qasjen që ka shkaktuar shqetësim për influencuesen amerikane. Dhe gjithashtu ai ka bërë edhe një paralelizëm duke shprehur se vajzën në fjalë mbajti në krah një kafshë marsupiale si wombat, e cila nuk është e rrezikshme dhe nuk ka aftësim për të luftuar për veten e saj dhe për t'i kthyer. Janë kafshë të buta, pra duhet thënë janë të ngjashme me koalat edhe me kangurët, që në fakt kanë aftësi më të mira për të mbrojtur dhe për të mbijetuar sesa wombat që kanë këmbë të shkurtra dhe nuk mund të luftojnë për të mbrojtur veten. Por Anthony Albanese i bën një pyetje apo i ofron një sfidë Sam Johnson, influencueses amerikane, duke i thënë se në vetë wombat le të shkojë të marrë të voglin e një krokodili dhe të shohë se si do të shkojë situata aty. Duhet thënë se zyrtarët e emigracionit po shqyrtojnë vizën e Sam Johnson, influencueses amerikane, që ka shkaktuar debat shumë të madh në Australi. Disa ekspertë besojnë se Johnson ka thyer ligjin sepse Australia i ndalon njerëzit të dëmtojnë ose marrin kafshë të egra vendase. Ndërkohë, do të flasim për një kafshë tjetër. Kjo është një macë të simpatike e cila është në Kin dhe gjitha ka nisur në fakt dhe është bërë virale për shkak se zotëruesi ose më saktë pronari i saj e nxorri në një tempull dhe filloi ta nxirrte për të marrë rrezë dielli shpeshherë. Por macja u bë virale nga disa video ku tregohet se si ajo jep putrën e saj drejt njerëzve duke bërë atë që ne themi shpeshherë se është një tokitje mes duarve apo një high five. E njohur ndryshe në këtë term është pikërisht qepalla, realisht. Macja Kotelia e quajtur Tangodu është 4 vjeç dhe peshon 8.25 kg, sipas asaj që ka deklaruar pronari i saj. Së fundmi Kotelia është shfaqur e lodhur pasi ata shkojnë çdo fundjavë në këtë tempull dhe në fakt kërkesa e njerëzve për të takuar atë dhe për të bërë një qepall me të ka qenë kaq e madhe sa është bërë bezdisë për vetë macën. Por qytetarët në Kin besojnë se ajo është një kafshë e shenjtë, le të themi, dhe për këtë arsye kanë udhëtuar në distanca të largta vetëm për të pasur mundësinë që të shkojnë dhe të atakojnë atë. Po, specifikisht Tangdou është edhe më fatësijose për ta edhe aktualisht është shumë e dashur në rrjetet sociale. Ndërkohë, në botën virtuale shpeshherë flitet për ndikimin e zhvillimit teknologjik. Kemi folur për inteligjencën artificiale, por gjithashtu edhe për robotët humanoid, që prej vitit 2023 një kompani ruse e cila ka marrë mjaft kërkesa ka nisur të aplikojë një formë të realizimit të këtyre robotëve humanoid, robotësoj quhet kompania, të cilët ofrojnë për çdo njeri në cilin do vend të botës $200.000 për fytyrën dhe zërin e tyre, në mënyrë që të kopjojnë tiparet e fytyrës dhe zërin e këtij individi dhe t'i vendosin ato në një
një robot humanoid. Kjo ka sjellë në fakt shqetësime mjaft të mëdha në aspektin etik, por edhe të pushtimit të botës nga robotët humanoid. Tashmë i shohim në disa vende të botës që janë kthyer edhe si asistent personal dhe pjesë integrale e shtëpive të njerëzve që zgjedhin ti vendosin. Është shumë interesante se si $200,000 kanë marrë tashmë rreth 20,000 persona, është ende në fazë eksperimentale, duhet thënë, edhe këta robot ende nuk janë shfaqur në shoqëri, por mendohet se ata do të jenë robot asistent, të cilët lehtësisht mund të punojnë në hotele apo në të tjera bizneset të cilat ofrojnë shërbime për njerëzit. Dhe bëu gati kur njerëzit që bëjnë konspiracion në rrjetet sociale të tregojnë se Vladimir Putin tani më ka 20 robot cilët marrin pjesë në takime diplomatike. Nuk është Vladimir, po, është po. Një ndër shqetësimet është pikërisht kjo vërtetësia, nëse po flasim vërtet me individin njerëzor, pra atë me mishe dhe me kocka, apo me një robot. Por, nuk kemi ende në atë fazë që zhvillimi teknologjik të jetë aq i përsosur sa që mos bëhet diferenca mes një roboti dhe një njeriu, pavarësisht avancimit jashtëzakonshëm. Duhet thënë që se shumë kompani në fakt kanë arritur që në mënyrë sintetike të imitojnë edhe lëkurën e njeriut apo edhe tiparet e tyre, por prap dallohet që është një robot i cili komandohet nga inteligjenca artificiale. Shpejt sa është bërë e frikshme. Ne pam një robot i cili në Kinë sulmoi një turm njerëzish, pam reagimin e tij të drejtë për drejtë. Sepse aftësitë e tyre janë përtej limiteve tona. Edhe deri në një farë pike e kanë ngritur shqetësim shumë madh të ekspertëve, por edhe të rregulatorëve ndërkombëtar në mënyrë që të vendosin ligje sa më të forta dhe regulatorë sa më të fortë në mënyrë që mos dali përtej pritshmërive që edhe njerëzimi ka, edhe këto kompani të mos abuzojnë, le të themi, me aftësitë dhe fuqinë dhe atë që disponojnë. Dhe për ta përmbyllur, do të shkojmë në industrinë e argëtimit, do të flasim për një çift të shumë diskutuar të botës perëndimore, është këngëtarja aktoria Selena Gomez, e cila prej kohë është tashmë po jeton një dashuri shumë të lumtur me partnerin e saj, producentin Benny Blanco, të cilët kanë punuar një album së bashku, I Said I Loved You First, një album që pritet që dalë në kuadër të promovimit dhe fushatës reklamuese të albumit. Selena Gomez ka zgjedhur që të nxjerrë në shitje online në disa nga aksesorët e saj, ndërtoi edhe një unaz, e cila mendohet se ishte dhurata e parë e producentit Benny Blanco, një unaz e cila mban edhe gërmën e emrit edhe mbiemrit të tij, të inicialeve të tij B, por ka pasur një koklavitje të shitjeve. Ke kuptim ose jo, ndoshta? Selena Gomez. Selena Gomez ka vendosur ta nxjerrë shitje unazën. Lekët e dasmës. Dhe për këtë arsye ka 10 fishuar këtë unazë, ka duplifikuar. Derisa fanset kuptuan që në fakt ajo ishte shitur më shumë se një herë, duke shkaktuar kështu një skandal vërtet, sepse ata menduan se do të paguanin para për të pasur një copëz unike nga dashuria e madhe që kanë për Selena Gomez dhe nga jeta e saj, duke pasur parasysh edhe këtë eksperiencë të re jetësore për artisten, por është zbuluar se ka pasur disa kopje që janë shitur. Kjo ka shkaktuar zemërim dhe websajti ka kërkuar falje së bashku. Ka bërë edhe rimbursimin e plot, por disa nga fansat pranë janë mërzitur, janë shprehur mjaft indinjuar sepse mezi prisnin që të kishin unazën e Selena Gomez si aksesor të mbanin ndoshta në dorën e tyre, apo edhe për ta pasur në shtëpi se janë fansa shumë zjarrt. Duhet thënë se fansat e zjarrt të Selena Gomez kanë një obsesion shumë të madh me jetën e saj sentimentale dhe dashurore. Kjo vjen sepse Selena Gomez ndër të tjerat, duhet themi se është shumë e suksesshme, edhe një ndër artistet më të mirë paguara dhe ka një pasuri marramendse, por një ndër le të themi arsyet më madhore që ajo është komentuar është edhe dashuria që ka pasur me Justin Bieber, e cila me rapperin The Weeknd. Po, dhe me rapperin The Weeknd që ishte më jetë shkurtër, duhet thënë, por që la më shumë bresa tek The Weeknd se tek ajo. Publik, edhe për shkak të famës saj që nga Disney e përdjuar edhe më pas. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, sepse marrëdhënien me The Weeknd Selena mbajti paksa më të fshehtë dhe më pak publike. Sa u bë virale foto me PlayStation që ishte e mbajti më pak publike, është hera e parë që Selena Gomez pas një ndarje të bujshme dhe mjaft të rënditse për të me Justin Bieber, zgjodh që të jetë publike me dashurinë e saj të re. Në fakt, ata kanë 2 vite së bashku, por të re në aspektin pas këtyre marrëdhënieve të mbajtura të fshehta. Se nuk dua të bëhemi keq, se pastaj më thua je shpirt keq, imagjino të ndahen këto tani. Jo, nuk i marrim mësysh. Ndërkohë, me këtë informacion kemi ardhur dhe në përfundim të faqes 4 për ditën e sotme. Ne ju rikujtojmë se mund na gjeni në webfaqen tonë abcnews.al, si dhe të na dëgjoni në radio ABC 105 FM. Por mos u ndani nga ekrani ABC News, vetëm pas pak do të jeni me kolegen Habi Hoxha në Balkan Update. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.